gjithmonë, sidomos në situata politike, kur ka në duke situata të fjetura, tregojnë që jemi para shpërthimeve të fuqishme. E njëjta gjë ndodh për shembull, ju e dini, çdo lidhje ndërmjet teorisë politike, teorisë sociale ka shumë lidhje me teorinë natyrore, që do të thotë, përpara se të fillojë tërmeti ka qetësi. Vetëm një moment ti e ndjen nga kafshët e vogla që diçka po ndodh. Por ne njerëzit rrallë ere kuptojmë. Dhe ndodh pësaj që ndodh. Një situatë e tillë është pak a shumë në Shqipëri. Të mjafton vetëm lajmi i ditës së mërkurë që Bashkimi Evropian ka pezulluar projektet, mbështetjen për sa i përket akshit, atëherë ti shikon që vendi jonë vërtet ka probleme. Ne akoma nuk kemi zgjedhur problemin e epardit, ju e dini. Ndërkohë Shqipërisë i shtohet dhe një barë tjetër. Të gjitha këto, duke pasur parasysh që në botë tash po tregohen jashtëzakonisht interesuar për krimin e organizuar në vendin tonë, e bëjnë qeverisjen e Zotit Rama jo më shqetësuese, por problematike. Dhe ky është ai cak që zyrtarët e Zotit Rama nuk e kuptojnë sepse i duhet të qëndrojnë në varkën e tij. Besoj ju e keni vërejtur dhe në intervista që një pjesë e tyre e kanë shumë vështirë të prononcohen zyrtarisht dhe prononcohen në momentet që janë offline. Dhe ky është ai momenti që Zoti Rama, nëse do ishte shtetar, do arrinte ta kuptonte. Në mënyrën se si organizoi zgjedhjet e fundit, ku ai doli fitues me një shumë që ai e dinte se sa do të fitonte, janë të dyta zgjedhje që ai parashikon gati me saktësi matematike se sa mandate ka. Kjo tregon operacioni zgjedhor i socialistëve është në qelisë. Dhe me të drejtë në konstatimet që bëni ju është kjo. Pse nuk bën përshtypje në vend? Në vend ka filluar të bëj përshtypje. Gjithmonë më shumë biznesi, sepse biznesi është temperatura e një vendi. Ka filluar që të gjykojë realisht se si do të veprojë në rast turbulencash. Dhe ti shikon që ata janë shumë të kujdesshëm tash në marrëdhëniet me ndërkombëtar, ose për sa i përket aseteve të tyre, ose për sa i përket PR-it të tyre, ose sa i përket burimeve njerëzore të tyre. Dhe pastaj kemi pjesën tjetër, pjesën sociale, e cila realisht është e dërmuar, por se është momenti që shqiptarët nuk është e vërtet që janë të fjetur, por shqiptarët i kanë futur vazhdimisht në katraura. Katraurën e vitit e fillimit viteve 90, katraurën e vitit 97-98, të cilat kanë qenë gati e çuan vendin tonë në zgrip ekzistencë. Ky është momenti që opozita duhet ta kapte, por jo me këtë lloj enturazhi që ka tani. Ju ngrini me të drejtë shqetësimin që ka një lloj bashkëpunimi të tyre, po, ka një status quo të tyre të cilën nuk duan ta luajnë. Dhe këtë kanë filluar ta kuptojnë sidomos individët e dy partive më shumë nga Partia Demokratike, sepse ata kanë më pak njerëz që përfitojnë tashni, por është një pjesë të aty bajagi e mirë, sepse janë një pjesë në parlament. Për fatin e keq të tyre, spaku me fësinë e vet, me mënyrën se si vepron, nxori letrën që njerëz të cilët, si Zoti Bardhi që kryeson grupin parlamentar, kishte folur për kolegun e tij, ka çuar shqetësimin për kolegun e tij dhe dokumenti mbetet. Dhe kjo tregon që kjo pjesë e madhe e Partia Demokratike nuk po e gjen veten. Pse? Ka humbur baza reale e funksionimit të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Ky enturazh që është mbledhur e Zotit Berisha është gati të bëj flirt, është gati të përdori forcën, është gati të përdori një armatë të tërë përdhosësh,
të cilët ne i kemi përballë, dhe ti ke përballë dhe privacionin ekonomik, i cili mbi demokratët sot po i dërmon. Dhe më ka bërë përshtypje një pjesë e demokratëve që janë gjithmonë më të varfër si komunitet, po edhe shqiptarët në mendimin tim socialist janë njësoj të varfër, sepse në kampionin prej 42.1% e varfërisë që ka Shqipëria, patjetër përfshihet nga i gjithë bazifondi i të gjitha partive, dhe kjo i bashkon njerëzit. Ata i kanë bërë pyetje reale zotit Berisha. Kuptohet, zoti Berisha me atë elegancën e përvojës i ka tejkaluar dhe është munduar ta kthejë në të themi merit për të, sepse tani zoti Berisha të dëgjon, edhe më parë të dëgjonte, po të përgjigjesh keq. Tani zoti Berisha të dëgjon, të jep të drejtë, por nuk ndryshon. Dhe ky është problemi shumë më. Zoti Berisha e ka tapinë e Partisë Demokratike. Në momentin që mori godinën, në momentin që partia e tij është në institucione, kjo është tapia politike. Zoti Berisha e ka këtë tapi politike. Madje edhe sot sikur tike, ose të përfundojë mbas hekurave, ose në dënim shtëpie, sepse zoti Berisha këtë vit do jetë para GKK-s, zoti Berisha e ka tapinë e Partisë Demokratike, që do të thotë ai do përfitojë gjithmonë të themi derivate nga Partia Demokratike. Partia Demokratike, qysh në hershmërinë e saj, u përballë me njerëzit që tonin realisht të bënin Shqipërinë. Ishin njerëz të kulturuar, njerëz që kishin vojtur sidomos, dhe që donin të kthenin sërish atë pjesën idilike të shqiptarit të djathtë. Pa çka se djathta ke ne pati fatin shumë të keq, që nga patriot shumë të mëdhej bën një gabim shumë të madh që një pjesë e tyre bashkëpunuar me gjermanët dhe italianët, që është një gabim për shembull që Partia Demokratike po ta dinte ta orientonte tamam, do kthehej në vlerë, do kthehej për shembull në paradigmë historike. Dhe pse u thash këto? Duke pasur këtë përvojë, i fundit është zoti Saliani që provon, po e ka provuar zoti Pollo. E kanë provuar individ të tjerë. Zoti Saliani ka një avantazh sepse është i ri, ka ambicie dhe përballë nuk ka më partinë e egër të djathtë të dikurshme të zotit Berisha. Zoti Saliani duhet të bënte në mendimin tim një rrugë jo atë që kanë bërë të tjerët, këtë lloj ndarje dhe këtë lloj qësëndije ndaj zotit Berisha, por një ndarje duke u nisur nga respekti i statutit Partisë Demokratike. Dhe si bëhet kjo në mendimin tim? Shpallet një platformë dhe platforma duhet të shkruhet. Dhe kjo është një nga vërejtjet që unë ja kam bërë dhe kam shkruar dhe më vjen shumë mirë që ju e keni botuar, që në qoftë se fillon një lëvizje, lëvizja duhet manifestohet me një traktat, me një dokument, dhe duhet thuash për shkak të këtyre problemeve, për shkak të qeverisjes së gjatë në krye të partisë të zotit Berisha, pastaj të zotit Basha, për shkak të ndarjeve, për shkak të humbjeve të vazhdueshme. Kështu, neve sot në respekt të statutit të partisë tonë, nisim këtë lëvizje me këtë emër, një grup njerëzish të kryesisë ose të grupimeve të tjera për të kthyer një lloj legitimiteti të partisë, sepse në fund edhe kjo ndarje e Partisë Demokratike brenda statutit partisë do ashtu, paçka se ne të dy e dim shumë mirë që Berisha dhe Rama nuk është se i respektojnë shumë statutet e tyre. Por dokumenti është dokumenti që ngelet në histori, dhe ai që vjen mbas zotit Saliani, nëse zoti Saliani nuk do e arrit dot në pranverë të përballë kandidaturën e zotit Berisha, dhe unë besoj që do jetë e vështirë, niset mbi këto shpatulla, sepse ju e dini, kjo vjen nga shkenca. Për shembull, kur e kam pyetur Newtonin, mos gaboj Kopernikun, që pse ka që masa shumë,
se mbështetur në supet mëdhaja, thoshte. E njëjta gjë, ti duhet mbështetesh në supet e njerëzve që kanë punuar. Po dhe këtu unë jap një të drejtë zotit Saliani me kritikën. Pse? Sepse zoti Pollo që ishte një nga kritikët më të zgjuar, që e një ideologjinë shumë mirë, që një politikën shumë mirë, që një partinë demokratike shumë mirë, ai shkoi dhe u bashkua me zotin Berisha dhe tani justifikon për çdo gjë. Një nga bashkëpunëtorët më të afërt të zotit Berisha, zoti Shehu, njëri jashtëzakonisht i kulturuar, njëri me mbështetje në fillim për shkak të renomes që kishte në profesion, ka qenë një profesionist i jashtëzakonshëm. Ai tani është një nga njerëzit që ti nuk e ndan dot nga alter egoja e zotit Berisha. Ai është një zëri i zotit Berisha i nxjerr nga zoti Shehu. Ndarjet më përpara, për shembull siç ishte kryetari i parë i Partisë Demokratike që tani është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj ndarjet e tjera të partisë që dhe ata kanë shkuar, janë bashkuar, janë ndarë. Të gjitha këto ti duhet t'i grumbullosh në këtë dhe ti të mbështetesh si për tyre dhe ta ngresh staturën pak më tepër. Ti jemi ndershëm. Për mua kjo parti demokratike aktuale ka mbyllur misionin e vet. Nuk i përfaqësoj të djallëtët, nuk i përfaqësoj dot të persekutuarit, nuk bëri gjë për pronat e shqiptarëve, është baza e kapitalizmit. Dhe mbi të gjitha, nuk arriti të jepte Shqipërisë një fizionomi të vetën drejt rrugës së djathtë. Dhe gjitha këto kauza më vjen keq ta them, ja ka marrë Partia Socialiste, që dhe ajo në mendimin tim e ka mbyllur misionin. Të dyja këto parti prandaj jetojnë, sepse PS-ja dhe PD-ja kanë mbyllur misionin e tyre ideologjik. Dhe po ta shikoni me kujdes, Partia Socialiste artikulon djathtas, kurse është krejt në qendër tani me ideologji, por në veprime është djathtas. PPP-t janë krejt djathtas. Mënyrën se si vepron ekonomikisht është krejt djathtas. Ashtu si Partia Demokratike nuk flet më për pronën, nuk flet më për të persekutuarit, nuk flet më për të djathtën historike. Ti duhet flasësh për djathtën. Të majtët kur flitet për politikë, të majtët kanë të drejtë të mburren me diçka, sepse majta fillon që me Samir Frashërin. Është nga ideologët kryesorë të shqiptar, ka qenë patriot. Të djathtët duhet të gjejnë rrënjët e tyre dhe ka pasur rrënjë, më besoni. Jam shumë i prirur që rastin shqiptar mos ta marrë të veçuar, por ta quaj të vonuar. Dhe ky është rasti hungarez, që përballë është një lider si Orbani, i cili është shumë problematik. Rasti kroat, rasti polak, që duke pasur parti me fuqi të jashtëzakonshme. Për shembull në të dyja këto, edhe në Hungari dhe në Poloni është luajtur shumë me nacionalizmin, diçka edhe në Kroaci. Po kroatët kanë shumë probleme sepse kanë qenë shumë profashistë. Kanë marrë terren gjithmonë më shumë lëvizjet politike. Pse? Sepse brezat e sotëm nuk mund të arrijnë ta perceptojnë dot që Partia Socialiste është 80 vjeçare. Është më shumë se 80 vjeçare, sepse është që në 8 nëntor të vitit 1941, dhe këtë e thot edhe vetë zoti Rama. E thot si me të qeshur e kështu, po në fakt ashtu është. Kanë ndruar emrin, u përshtatën drejt socializmit, janë antar të Internacionale Socialiste, por se nuk janë të majtë, nuk janë nga jo e majta socialdemokrate për shembull që ka pasur terren. U bë diçka dhe në Kroaci. Në Hungari ka qenë sfida shumë e madhe dhe vazhdon të jetë, sepse zoti Orban përdor gjithçka. Dhe njëjta edhe në Poloni, po në Poloni u arrit që të bëjë një lloj ndryshimi. Ka ardhur koha e lëvizjeve politike. Kosova e provoi dhe arriti me vetëvendosjen që e mori fuqinë. E vetmja fatkeqësi ishte që vetëvendosja
u ofrua drejt antropologjisë së ideimit politik dhe zoti Kurti është autokrat politik tani në mandatin e tij të tretë. Për arsyeën e vetme që jo vetëm ka pushtet të pafund, jo vetëm i ka lënë fare të paktën gjërat që thoshte, jo vetëm nuk e përfaqëson më të majtën ashtu siç ai pretendon, por në këtë pjesë autokratike ai e braktisi lëvizjen. Lëvizja presupozon që ndryshe nga partia që i ka kanonet partijake më të diferencuara dhe më të lidhura me njëra tjetrën, lëvizja është më demokratike. Forumet i ka më të hapura. Dhe të themi edhe zërat që përfshihen janë shumë më të tepër që difuzojnë brenda, sepse ti pa futur gjëra të reja, pa futur individ të ri, pa kooptuar intelektuale, ke të pamundur që ti të shkosh. Prandaj mendimi im dhe mundohem ta shtroj vazhdimisht është që Partia Socialiste për shembull ti e shikon nuk ka asnjë lloj demokracie të brendshme. Aktivitetet e Partisë Socialiste janë one man show, ku flet zoti Rama dhe të tjerët janë të detyruar ta dëgjojnë, dhe madje ne kemi parë dhe gati absurde që ministrat rinin si në zonës kur dëgjonin emrat e tyre, ndërkohë që të besosh një post në ekzekutiv, duhet të bisedosh me njeriu i cili e merr dot apo jo, e dyta i ka kredencialet apo jo, e treta i ka kreditet apo jo, kreditet morale, kreditet profesionale dhe tjera. E njëjta gjë edhe ke Partia Demokratike. Jo vetëm janë kalcifikuar pjesa e tyre, për shembull ka bërë përshtypje disa herë zonja Kalaj që ngre zërin sepse është drejton një nga institucionet e statutit. Po më çfarë shikoj nuk është se pyesin shumë atë pjesën ku duhet të ankohen tek ajo, sepse ajo të mbulon mos gaboj. Pjesën ku ti duhet të ankohesh e kështu. E para sepse dhe ajo vetë varësinë ka nga kryetari i partisë, ndërkohë që ajo vetë duhet të ishte e pavarur, por kjo nuk realizohet. Dhe kjo është që po ju them. Po vjen momenti i lëvizjeve, por kene prap fillimi i lëvizjeve la përshtypje jo të mirë. Për shembull, lëvizja e zotit Llapaj, i cili po vazhdon të qëndrojë përpara rezidencës të ekzekutivit shqiptar, bashkë me Nismë Thurja krijuan atë handikapin shumë të madh që si lëvizje vendosën njerëzit e tyre duke menduar që do bënin atë rokadën, dhe lëvizja është ide. Dhe idenë që ata dhanë para njerëzve dhe idenë që ata përfaqësonin ishte shumë larg moralit të shqiptarëve. Dhe këta i kujtojnë shqiptarët zonja problem, falë që po e them, por këta i kujtojnë që janë shqiptarët popull ignorant e tjera. Nuk e besoj. Kam bërë një intervistë nëse do më lejoni me një nga historianet më të mëdha që kushtohet çështjes shqiptare, për fat është gjallë, është franceze, dhe më ka thënë një gjë shumë interesante, që Shqipëria në vitet 20, kur ishte fillimi i ngritjes së Shqipërisë, nuk ndryshonte shumë nga disa vende të Francës, nuk po them Parisin, jam i ndërgjegjshëm, zonën e Lyonit ose zonën e Strasburgut. Po kishte disa zona në Francë që nuk ndryshonin shumë nga Shqipëria. Ashtu si jugu i Shqipërisë, i Italisë ishte pothuajse njësoj si Shqipëria. Ashtu si vendet Portugalisë ishin njësoj si Shqipëria. Pse u thashte? Sepse në kohë të caktuara, pushtetarët shqiptar nuk kanë arritur të kapin këto thirrje për të pasur bashkëkohësi, për të kapur trendet më të mira të kohës. Dhe për shembull në këtë moment që zoti Rama po flet për problemet e energjisë dhe bën shumë mirë, më vjen shumë mirë kur e dëgjoj sepse energjia është burimi i jetës. Duhet mendonte shumë më tepër tani për diversifikimin e forcave të punës që jetojnë në Shqipëri. Duhet mendonte shumë më tepër për bizneset në Shqipëri. Dhe Shqipëria të ishte vërtet atë që kanë menduar rilindësit gjithmonë, që duhet të ishte Zvicra e Ballkanit, me mundësitë, me kapacitetet dhe me dëshirat që kanë njerëzit.